Familja e veprimtare të LDK-s Hakim Hyri thotë se partia mund të ringjallët vetëm nëse largohet klani i Sa Mustafës, i cili sipas tyre e ka kapur partinë. Ata propozojnë që në krye të LDK-s të vinë figura dhe Vjosa Osmani, Donika Gërvallës, Adem Salihaj, Xhafer Tahirit dhe Foton Pecit. Nëse vazhdohet me të njëjtën mendësi të vjetër sipas familjes Imiri, LDK-ja rrezikon të zhduket ndërsa forcohen partitë Guxo dhe Vetvendosja. Në vim shkrimi i plot. LDK-ja ende nuk mund të shpotohet, por vetëm nëse klani i Sa Mustafës largohet plotësisht nga sundimi dhe kapja që ai ka bërë kësaj partie. Pak të largim nuk ka ringjallje, ka vetëm zvarritje dhe shuarje. LDK-ja mund të ringjallet vetëm nëse në krye të saj vijnë njerëz me guxim, dershmëri dhe besim qytetar, si Vjosa Osmani, Donika Gërvalla, Adem Salihaj, Xhafer Tahiri dhe Foton Peci. Nëse vazhdohet me të njëjtën mendësi të vjetër, herë lumiri, herë avdyri, atëherë duhet të pranojmë të vërtetën e ne hidhur. LDK-ja nuk do të ekzistojë më, por do të forcohet partia Guxo, do të rriten edhe më shumë Vetvendosja dhe kështu që do të mbyllet përfundimisht kapitulli i LDK-s së klanit të Sa Mustafës. LDK ka jetu pa ty. Harashia i mshon Hotit dhe shpall kandidaturën me tone të ashpra. Astrid Harashia, sinqerisht, s'po dia kanë fillu disa me bo emisione humoristike apo po flasin seriozisht. Njerëzit që rastësisht kanë marrë funksionen LDK sot dalin publikisht e shprehin ambicie për kryetar partie. Deri sot nuk e dia kanë pas ndonjëherë dëftesë që kanë paguar antarësinë e LDK-s. Rastësisht u bën kryeministra se shefat e tyre u dhan mundësinë, por nuk ditën me mbajt. E tash i njëjti ish kryeministër që postin e ka gëzuar fal mentorit të vet, mendon se mund të udhëheqë LDK-n, kur përveç pozitës që ka pas ose komunës prej ka vjen, ka veç 3178 vota. Jo, nuk bën. Kur e ke pas rastin një herë s'ke qenë i zoti me e çu përpara, në rasti i dytë nuk vjen me autorizim. O zotni, ka brekudzimin e kjo ambicie, unë nuk jam trim, por kur s'jam tut me e thënë të vërtetën. Amanet shumë e kush prej vitit 92 me detyra, me folklore, me karizëm, s'kan mujt me fokusu LDK-n. Mos haro, LDK-ja ka jetu edhe pa ty, ka me jetu edhe pa ty, e po që e ke e shpall kandidaturën, po e shpall edhe unë, të paktën, ka më shumë kohë antar i LDK-s, edhe pse s'kam pas as një funksion nga komuna Zhëvi që 18 vite, e megjithatë kemi më shumë vota se ju. LDK-ja nuk është rastësi, LDK-ja nuk është privilegj, LDK-ja është ferë me lutje.